Sot do të eksplorojmë një formë banimi që është zhdukur pothuajse plotësisht nga peizazhi suedez, por që për shekuj me radhë strehoi dhjetëra mijëra njerëz në dimrat më të ashpër të Skandinavisë. Para se të vazhdojmë me videon, mos harroni të regjistroheni në kanal për më shumë rrëfime dokumentare si kjo. Ekziston një pyll në jug të Suedisë ku pemët rriten në heshtje mbi sekrete të varrosura. Mes pishave dhe mështeknave të Smland, një rajon I njohur për tokat e tij shkëmbore dhe dimrat e pashpirt, diçka pret të zbulohet nga ata që dinë se ku të shikojnë. Vetëm pak metra larg, shumica e njerëzve do të kalonin pa e vënë re. Ajo që duket si një ngritje e vogël në terren, e mbuluar me myshk dhe bar të egër, fsheh një derë druri të vjetruar nga koha. Një oxhak guri mezi del mbi tokë. Një dritare e vogël, pothuajse e padukshme, lejon që një fije drite të depërtojë në errësirën e brendshme. Ky është një lloj banese që historia pothuajse e ka harruar. Banorët e këtij vendi nuk lanë monumente madhështore. Nuk ngritën katedrale as kështjella. Por për rreth 300 vjet, dhjetëra mijëra njerëz si ata gjetën një mënyrë për të mbijetuar dimrave skandinav duke përdorur pak më shumë se tokën nën këmbët e tyre dhe zgjuarsinë e lindur nga nevoja absolute. Kjo është historia e Bakstugor, shtëpitë e gërmuara në kodrat e Suedisë dhe e njerëzve që I ndërtuan dhe I banuan ato. Për të kuptuar se si lindën këto banesa, është e nevojshme të kthehemi pas në kohë dhe të vëzhgojmë strukturën sociale që u zhvillua në Skandinavi përgjatë shekujve. Suedia mesjetare zotëronte karakteristika të dallueshme në krahasim me pjesën tjetër të Evropës. Feudalizmi, I cili dominoi pjesën më të madhe të kontinentit evropian, nuk u vendos kurrë plotësisht në tokat suedeze. Bujqërobëria, e cila prangosi miliona fshatar evropian pas tokës së zotërinjve të tyre, nuk hodhi rënja atje. Fshatarët suedez ruajtën një shkallë lirie personale dhe pronësie private që ishte e rrallë në rajone të tjera të Evropës mesjetare. Megjithatë, kjo liri relative nuk do të thoshte prosperitet për të gjithë. Që nga kohërat mesjetare, shoqëria rurale suedeze organizohej në shtresa të përcaktuara qartë. Në krye ishin pronarët e tokave, fermerët që zotëronin fusha të mjaftueshme për të mbajtur familjet e tyre dhe për të paguar taksa mbretit. Nënta ekzistonin qiramarrësit, të cilët punonin tokat e të tjerëve në këmbim të pagesës ose shërbimeve. Dhe në bazën e kësaj piramide sociale, shpesh të padukshëm në regjistrat zyrtar, jetonin ata që nuk zotëronin absolutisht asgjë. Ishin punëtorët pa tokë, vejushat pa familje, të moshuarit pa fuqi për të punuar, jetimët pa askën që t'i mirëpriste. Gjatë shekullit të 17, regjistrat famullitar filluan të përmendnin me më shumë shpeshti një term që tashmë qarkullonte në komunitetet rurale, bakstugusitare. Fjala mbarte një kuptim të saktë dhe, për shumë njerëz, stigmatizues. Ishin banorët e Bakstugor, njerëz që banonin në kasolle të vogla të ndërtuara në toka që nuk u përkisnin atyre, në vende të konsideruara të padobishme për bujqësinë. Shpatë shkëmbore, buzë kënetash, rripa pylli tepër të pjerrët për parmendën. Këto ishin vendet e vetme ku mund të ngrinin strehet e tyre. Qeveria suedeze I shite këta njerëz me mosbesim. Meqense nuk ishin pronar të regjistruar, nuk paguanin taksa. Banesat e tyre, të ndërtuara në toka të huaja, nuk figuronin në regjistrat e pronësisë. Për shtetin, ata përfaqësonin një popullsi pothuajse të padukshme, të vështirë për t'u kontrolluar dhe të pamundur për t'u tatimuar. Ligjet u përpoqën të kufizonin këtë praktikë, duke ndaluar që famullit t'u ofronin strehim të varfërve në Bakstugor. Por alternativa ligjore, një sistem I quajtur rotegng, ishte edhe më problematike. Sipas këtij sistemi, të varfrit ishin të detyruar të qarkullonin nga ferma në fermë, duke qëndruar 1 ose 2 ditë në secilën, duke ndjekur një kalendar të fiksuar. Askujt nuk I pëlqente kjo zgjidhje. As fermerëve që ishin të detyruar të prisnin të huaj, as të varfërve që jetonin pa një vend që ta quanin shtëpi. Kështu, Bakstugor u shumëfishuan në heshtje nëpër peizazhin rural suedez, duke u bërë një zgjidhje praktike për një problem që asnjë ligj nuk mund ta zgjidhte. Pronarët e tokave I toleronin këto ndërtime në terrenet e tyre jo produktive sepse merrnin në këmbim punë të rastësishme. Të varfrit pranonin çdo pjesë shpati ku mund të gërmonin strehën e tyre. Dhe qeveria, me gjithë kundërshtimet e saj zyrtare, mbyllte syt para një praktike që lehtësonte presionin mbi famullit dhe shmangte kostot me shtëpitë e të varfërve. Por si ishte e mundur të mbijetohej në një shtëpi të varrosur në tokë, gjatë dimrave ku temperaturat mund të uleshin në -15 gradë? Përgjigjja qëndronte te vetë toka.
Kur një ndërtues i Bachstuga zgjidhte një vend për të ngritur banesën e tij, nuk e bënte rastësisht. Orientimi ishte vendimtar. Shpati duhej të ishte i kthyer nga jugu, drejtimi nga vinte maksimumi i dritës diellore gjatë ditëve të shkurtra të dimrit. Në tokat veriore të Suedisë, ku dielli i dimrit qëndron ulët në horizont për muaj të tërë, çdo rrezë drite që mund të depërtonte përmes derës ose dritares së vogël ballore do të thoshte nxehtësi shtesë në brendësi. Hapi i parë i ndërtimit ishte gërmimi i shpatit. Me vegla të thjeshta, ndërtuesi gërmonte një hapësirë në anën e kodrës, duke krijuar një hapje me afërsisht 20 metra katror, madhësia e një dhome ndenjeje moderne. Toka e hequr nuk shpërdorohej. Një pjesë e saj do të ripërdorej më vonë në çati. Toka e ekspozuar e shpatit shndërrohej automatikisht në murin e pasëm të banesës dhe shpesh edhe në pjesë të mureve anësore. Në këtë mënyrë, ndërtuesi eliminonte nevojën për të ngritur 3 ose madje 2 mure të tëra me materiale ndërtimi konvencionale. Në Smland dhe rajonet të tjera të Suedisë jugore, druri ishte një burim i shtrenjtë dhe i pakët. Pronarët e tokave kontrollonin pyjet dhe prerja e pemëve pa leje ishte krim. Prandaj, shumë Bachstugor u ndërtuan me gur fushash, të mbledhur nga tokat rrethuese. Brezat të tërë fermerësh i kishin hequr këta gur nga fushat e tyre të punueshme, duke i grumbulluar në kufit e pronave të tyre. Për ndërtuesin e një Bachstuga, këto pirgje gurësh të refuzuar shndërroheshin në material ndërtimi falas. Një kasole tipike mund të kishte 3 mure guri të grumbulluar dhe vetëm një murballor druri, ku montoheshin dera dhe dritarja. Çatia ishte elementi më genial i gjithë ndërtimit. Mbi një strukturë trunguish ose dërasash druri rurale, ndërtuesi shtronte shtresa lëvore mështekne. Mështekna ishte e bollshme në pyjet suedeze dhe lëvorja e saj zotëronte veti natyrisht të papërshkueshme nga uji. E vendosur në shtresa të mbivendosura, ajo funksiononte si një tjegull organike, duke drejtuar ujin e shiut drejt anëve dhe duke e mbajtur brendësinë të thatë. Mbi lëvoren e mështeknës vinin 2 shtresa turf, plis bari, të prerë nga fushat pranë. Shtresa e parë vendosej me barin e kthyer poshtë, pas lëvores. Shtresa e dytë shkonte me barin lart, duke lejuar që ai të vazhdonte të rritej. Brenda një sezoni të vetëm, çatia bëhej e padallueshme nga vetë kodra. Pesha e turfës së lagësht ushtronte një presion konstant mbi muret e drurit poshtë, duke ngjeshur çdo bashkim dhe duke vulosur të çarat që përndryshe do të lejonin hyrjen e rrymave të ajrit. Ishte një sistem ndërtimi që përdorte gravitetin dhe lagështinë si aleat, në vend që t'i luftonte ato. Brendësia e një Bachstuga ishte spartane për shkak të nevojës. Dyshemeja përbëhej nga tokë e ngjeshur, ndonjëherë e mbuluar me gur të rrafshët për të lehtësuar pastrimin. Pas njërit prej mureve të gurit qëndronte oxhaku, i ndërtuar me argjil ose gur, me oxhakun e tij që përshkonte çatin prej turfe. Oxhaku ishte zemra e banesës, duke siguruar nxehtësi, dritë dhe një vend për të përgatitur ushqimin. Rreth tij organizohej e gjithë jeta shtëpiake. Mobiljet ishin të pakta dhe të thjeshta. Një struktur krevati, zakonisht e mbështetur pas një muri. Një tavolinë e vogël. Një stol ose fron. Rafte të fiksuara në muret e gurit për të ruajtur enët dhe ushqimet. Tavani ishte i ulët, ndonjëherë mezi arrinte 1,80 m lartësi, duke i detyruar shumë të rritur të përkuleshin kur hynin. Dyert ishin edhe më të ulta, duke kërkuar që vizitorët të përkuleshin thellë për t'i kaluar. Kjo karakteristikë nuk ishte e rastësishme. Një derë e ulët do të thoshte më pak sipërfaqe e ekspozuar ndaj të ftohtit të jashtëm, më pak nxehtësi e humbur sa herë që dikush hynte ose dilte. Dritaret ishin të vogla dhe të pakta, zakonisht vetëm 1 ose 2 në të gjithë ndërtimin. Drita natyrale ishte e pakët. Gjatë pjesës më të madhe të vitit, ndriçimi i brendshëm vinte kryesisht nga zjarri i oxhakut dhe nga qirinjt prej dhjami, të bërë nga yndyra shtazore. Por këto kushte në dukje të rrepta fshinin një logjik termike që inxhinierët modern do të fillonin ta studionin shekuj më vonë. Fizika pas Bachstugor ishte elegante në thjeshtësinë e saj. Në jug të Suedisë, temperatura e ajrit mund të variojë deri në 45 gradë Celsius gjatë vitit, duke luhatur mes verave me 30 gradë pozitive dhe dimrave me 15 gradë negative. Por në një thellësi prej afërsisht 2 metrash, toka mban një temperaturë relativisht konstante gjatë gjithë vitit, zakonisht midis 5 dhe 10 gradë Celsius.
Një bakstuga e ndërtuar pjesërisht e varrosur në shpatin e një kodre i kishte muret e saj të pasme dhe anësore në kontakt direkt me këtë masë termike të qëndrueshme. Në dimër, kur ajri i jashtëm ngrinte, toka mbetej dukshëm më e ngrohtë. Në verë, kur dielli nxehte peizazhin, toka mbetej e freskët. Çatia prej turfe e amplifikonte këtë efekt. Rreth 15 cm tokë dhe bari gjallë mbi lëvoren e mështeknës krijonin një shtresë izolimi që funksiononte në të dyja drejtimet. Në dimër, ngadalësonte humbjen e nxehtësisë të prodhuar nga oxhaku. Në verë, pengonte që nxehtësia e diellit të depërtonte në brendësi. Rrënjët e barit e mbanin tokën të lidhur dhe parandalonin erozionin, ndërsa lëvorja e mështeknës poshtë drejtonte çdo ujë të infiltruar larg strukturës së drurit. Orientimi jugor i hyrjes ndiqte gjithashtu një logjik të saktë. Në hemisferën veriore, ana jugore e një kodre merr sasinë më të madhe të dritës diellore. Gjatë dimrit, kur dielli qëndron ulët në qiell, rrezet e tij godasin drejt për drejt murin ballor dhe dritaret, duke ngrohur brendësinë gjatë orëve më të shkurtra të dritës. Gjatë verës, kur dielli ngrihet më lart, vetë pjerësia e kodrës mbi banesë krijon një hije natyrale mbi hyrje, duke parandaluar mbi nxehjen. Studimet moderne mbi ndërtimet gjysmë të varrosura tregojnë se ky lloj banimi mund të reduktojë kostot e ngrohjes deri në 80% krahasuar me ndërtimet konvencionale mbi tokë. Një shtëpi e ekspozuar ndaj ajrit në -7 gradë Celsius duhet të ngrohet afërsisht 28 gradë për të arritur një temperaturë komode prej 21 gradësh. Një shtëpi e rrethuar nga toka në 13 gradë duhet të ngrohet vetëm 8 gradë. Bakstuguesitare nuk i dinin këto shifra. Por dinin diçka po aq të vlefshme, dinin se një zjarr i vetëm, i mbuluar me kujdes me hiri për natën, mund ta mbante dhomën mbi pikën e ngrirjes deri në agim. Kush ishin, në fund të fundit, njerëzit që banonin në këto banesa të gërmuara në tokë? Regjistrat historik pikturojnë një portret të cenueshmërisë ekstreme sociale. Ishin vejushat, burrat e të cilave kishin vdekur dhe që nuk kishin fëmijë për t'i mbajtur. Ishin të moshuarit që nuk mund të punonin më në fusha dhe që nuk kishin familje për t'i strehuar. Ishin punëtorët sezonal që gjenin punë vetëm gjatë korjeve. Ishin artizanët pa punishte, thursit, shportëpunuesit, marangozët që punonin me porosi dhe jetonin në pasiguri të përhershme. Ishin fëmijët jetim që rriteshin pa trashëgimi as mbrojtje. Ndryshe nga torpare, qiramarësit që kishin kontrata formale me pronarët e tokave dhe punonin parcela specifike në këmbim të pagesës ose shërbimeve, bakstuguesitare nuk kishin asnjë lidhje ligjore të njohur. Nuk kishin qira, nuk kishin kontratë, nuk zinin asnjë vend të përcaktuar në strukturën agrare formale. Ekzistenca e tyre vari tërësisht nga toleranca e pronarëve të tokave ku ndërtonin banesat e tyre dhe nga bamirësia e komuniteteve përreth. Disa arrinin të kultivonin një kopsht të vogël pranë kasolleve të tyre, nëse pronari e lejonte. Patatet u bën një ushqim thelbësor për këto familje pas futjes së tyre në Suedi në shekullin e 18. Një parcelë e vogël toke mund të prodhonte patate të mjaftueshme për të plotësuar një dietë të pasigurt. Disa mbanin disa pula ose një dhi, kafshë që kërkonin pak hapësirë dhe mund të siguronin vezë, qumësht dhe, her pas here, mish. Por shumica varej nga puna e rastësishme dhe artizanati. Gjatë kohës së korjeve, fermerët kishin nevojë për duar shtesë dhe bakstuguesitare ofronin punën e tyre për pagesa minimale ose në këmbim të ushqimeve. Jashtë sezonit bujqësor, mbijetonin duke prodhuar shporta, duke thurur, duke punuar drurin ose duke kryer çdo shërbim që dikush ishte i gatshëm të paguante. Disa vareshin drejt për drejt nga bamirësia famulitare, duke marrë ndihma që autoritetet fetare u shpërndanin më nevojtarëve. Regjistrat famullitar suedez, të mbajtur me një detaj të jashtëzakonshëm që nga shekulli i 17, her pas here zbulojnë histori individuale që ndriçojnë ashpërsinë e këtyre jetëve. Në një pyll të Smland, në fillim të shekullit të 19, një burr i njohur si Jon i vogël banonte në një bakstuga që ekziston ende sot. Regjistrat lokal kanë ruajtur një detaj shqetësues. Si nëna e Jon, ashtu edhe vëllai i tij u mbytën në liçenin pranë dhe rrethanat sugjerojnë se mbytjet ishin të qëllimshme. Ishte një dëshmi e heshtur e dëshpërimit që ndonjëherë i konsumonte ata që jetonin në skajet e mbijetesës. Në fillim të shekullit të 19, qeveria suedeze filloi të regjistronte sistematikisht sasinë e bakstugor në vend. Censusi i pronave i vitit 1805 numëroi pak më shumë se 28.000 banesa të tilla të shpërndara në territorin suedez.
Në dekadat në vijim, ky numër u rrit në mënyrë dramatike. Në mes të shekullit, kishte afërsisht 45.000. Në vitin 1885, numri arriti kulmin e tij historik, 50.000 bakstugor pikonin shpatet dhe pyjet e Suedis. Ishin shifra të jashtëzakonshme. 50.000 banesa të vogla të gërmuara në tokë, secila duke strehuar një familje ose individ në skajet e shoqërisë. Nëse marrim parasysh se çdo bakstuga strehonte mesatarisht 3 ose 4 persona, po flasim për 150 deri në 200.000 njerëz që jetonin në këtë formë në kulmin e fenomenit. Ishte një popullsi e barabartë me atë të një qyteti të madh të asaj kohe, e shpërndar në mënyrë të padukshme nëpër peizazhin rural. Por atëherë, në një periudhë çuditërisht të shkurtër, pothuajse të gjitha u zhdukën. Rënia e bakstugor nuk u shkaktua nga një forcë e vetme, por nga konvergjenca e 3 transformimeve që ndryshuan rrënjësisht shoqërinë suedeze në hapësirën e pak dekadave. E para ishte reforma agrare e njohur si Laga Skifte, e miratuar në vitin 1827. Ky ligj riorganizoi plotësisht peizazhin bujqësor suedez. Sistemi tradicional i fshatrave, ku fermerët zotëronin rripa të shpërndar toke të ndarë nëpër fusha komunitare, u zëvendësua nga ferma të konsoliduara. Çdo pronari ju mblodhen tokat në parcela të njëpasnjëshme, dhe shumë u detyruan të zhvendoseshin fizikisht nga fshatrat e tyre stërgjyshore drejt pronave të tyre të reja të konsoliduara. Tokat komunale, ku shumë bakstugor ishin ndërtuar me pëlqimin e heshtur të komunitetit, u përpin nga fermat private të sapo konsoliduara. Disa bakstugusitare morën leje për të qëndruar. Shumë jo. Familje që kishin zënë të njëjtin vend për breza të tërë e pan veten papritur pa vend për të jetuar, të dëbuar nga rregullimet e reja të pronësisë që nuk e njihnin praninë e tyre historike. Forca e dytë ishte industrializimi. Duke filluar nga dekada e vitit 1860 dhe duke u përshpejtuar në dekadat në vijim, fabrikat, sharrat, fonderit dhe hekurudhat filluan të shfaqeshin në të gjithë Suedinë. Për herë të parë në histori, punëtorët pa tokë mund të fitonin paga të rregullta në para dhe të merrnin me qira banesa të përshtatshme në qytetet në rritje. Bijtë dhe nipërit e bakstugusitare braktisën shpatet pyjore të paraardhësve të tyre dhe migruan drejt Göteborgut, Malmës, Stockholmit dhe drejt qyteteve të reja industriale që rriteshin rreth fabrikave dhe minierave. Dhe ekzistonte një opsion i tretë, edhe më radikal. Midis viteve 1850 dhe 1910, më shumë se 1 milion suedez emigruan, shumica drejt Shteteve të Bashkuara. Një proporcion i rëndësishëm i këtyre emigrantëve vinte saktësisht nga klasa e të varfërve rurale që kishte banuar në bakstugor. Për njerëzit që nuk zotëronin fjalë për fjalë asgjë përveç rrobave të tyre dhe aftësive manuale, premtimi për toka të lira në rafshnaltat amerikane ishte i paprejtueshëm. Forca e tretë që vulosi fatin e bakstugor ishte më delikate, por po aq e fuqishme, turpi. Ndërsa Suedia modernizoi në fillim të shekullit të 20, bakstugor u shndërruan në simbole të një varfërie që kombi dëshironte ta harronte. Askush nuk donte t'i ruante ato. Ishin kujtime të turpshme të një të kaluare që Suedia e re, e begat dhe industriale preferonte ta linte pas. Në shumë fshatra, bakstugor thjesht u shkatëruan kur u ndërtuan shtëpi të reja. Në të tjera, u braktisën dhe u lanë të kalbeshin ngadalë në pyll. Qatit prej turfe u lëshuan në mpeshën e tyre kur nuk kishte më askën për t'i mirë mbajtur. Muret e gurit u shembën dhe u përpin nga myshku. Strukturat e drurit u kalbën dhe u zhdukën. Brenda pak dekadash, peizazhet që kishin qenë të mbushura me banesa të vogla u bën të padallueshme nga pylli rrethues. Censusi i vitit 1910 regjistroi 22.658 bakstugor ende në këmbë në Suedi. Ishte hera e fundit që qeveria i numëroi këto struktura. Pas kësaj, kategoria thjesht u zhduk nga regjistrat zyrtar, sikur të mos kishte ekzistuar kurrë. Por jo të gjitha u zhdukën. Në Sle, një lokalitet i vogël në periferi të Falkping, në Suedinë perëndimore, ndodhi diçka ndryshe. Kur bakstugor e rajonit filluan të braktiseshin dhe të shkatëroheshin, një shoqat historike lokale vendosi të ndërhynte. Në vend që të rrëzonin kasollet e vjetra përgjath rrugës së njohur si Gatan, vendosën t'i ruanin ato. Sot, Slete është kompleksi më i madh i bakstugor të ruajtura në vendet e tyre origjinale në të gjithë Suedinë. 12 kasolle origjinale, të ndërtuara midis shekujve të 18 dhe 19, rreshtohen përgjithë rrugës së vjetër gjarpëruese.
Vizitorët mund të hyjnë në këto struktura dhe të përjetojnë drejt për drejt se çfarë do të thoshte të jetoje në këto hapësira. Oxhaqet prej guri mbeten në vendet e tyre. Dyshemet prej toke të ngjeshur ruajnë shenjat e brezave të tërë hapash. Tavanet e ulta i detyrojnë vizitorët modern të përkulin kokat e tyre saktësisht siç bënin banorët origjinal para 2 shekujsh. Muzeu prezantohet si një vend që sjell në jetë trashëgimin e një Suedie të varfëruar që u zhduk. Është një përshkrim i saktë. Historia shpesh tregohet nga fituesit, nga të pasurit, nga të fuqishmit. Sletë tregon historinë e atyre që nuk kishin asgjë dhe tregon se si mbijetuan me zgjuarsi dhe vendosmëri. Në Smland, po ai rajon ku shumica e Bakstugor ekzistuan fillimisht, përpjekje të tjera ruajtjeje janë në vijim. Mariana dhe Anders Agetorp jetojnë në një pronë të quajtur Stengen, afër Elmul. Në tokat e tyre ekziston një bakstuga që i përkiste po atij jonit të vogël, familjarët e të cilit u mbytën në liçenin pranë në fillim të shekullit të 19. Çifti kaloi vite duke restauruar strukturën, duke rindërtuar muret e gurit, duke zëvendësuar izolimin prej lëvore mështekne dhe duke rinovuar çatin prej turfe. Bakstuga e restauruar tani shërben si streh për shkrimtarët dhe si akomodim për vizitorët. Njerëz nga e gjithë bota vijnë për të kaluar natën në një banesë që shumica e suedezëve modern nuk e dinin kur se kishte ekzistuar. Është një përvojë zhytjeje në një mënyrë jete që u zhduk më shumë se një shekull më parë. Një tjetër e mbijetuar e shquar është Dalngstuga, e vendosur afër Konga, afërsisht 13 kilometra në lindje të Tingsryd. Kjo bakstuga u ndërtua në vitin 1859 nga një punëtor që u zhvendos në rajon me gruan e tij dhe 3 fëmijët pasi gjeti punë në një fonderi pranë. Është një nga shembujt më mirë të ruajtur të një bakstuga të ndërtuar në një shpat kodre. Një udhërrëfyes lokal përshkruan se si ndërtuesi e zgjidhi problemin e tij të banimit me një grusht gurësh fushe, disa trunguj pemësh dhe një palë krah të fortë. Gjysma e materialit të ndërtimit u kursye sepse shpati i gërmuar formoi murin e pasëm dhe pjesë të mureve anësore. Këto struktura të ruajtura janë regjistrime fizike të asaj se si njerëzit më të varfër në një nga klimat më të ashpra të botës arritën të mbaheshin gjallë duke përdorur asgjë tjetër përveç materialeve nën këmbët e tyre. Logjika termike pas tyre, orientimi jugor, muret e mbrojtura nga toka, izolimi prej turfe dhe nxehtësia rrezatuese e një oxhaku të vetëm, korrespondon me parimet që arkitektët modern të shtëpive gjysmë të varrosura përdorin sot. Ajo që u zhduk nuk ishte fizika. Ajo që u zhduk ishte klasa sociale që kishte nevojë për këto banesa. Kur Suedia u industrializua dhe bakstugusitare u zhvendosën në qytete ose emigruan në Amerikë, bakstugor humbën arsyen e tyre të ekzistencës. Por disa mbijetuan në Sle, në pyjet e Smland dhe në një grusht vendesh të tjera nëpër Suedin jugore. Në to, është ende e mundur të kalosh një derë të ulët dhe të hysh në një dhomë që nuk ka ndryshuar në 200 vjet. Muret janë prej guri dhe toke. Tavani është i afërt dhe mikpritës. Dhe ka nxehtësi. Për rreth 300 vjet, dhjetëra mijëra nga njerëzit më të varfër të Suedisë zgjidhen problemin më bazik të ekzistencës njerëzore, gjetjen e strehës kundër të ftohtit, duke gërmuar shpatet e kodrave. Nuk kishin buxhet për dru, kështu që përdorën kodrën si mur, nuk kishin material për mbulim, kështu që shtruan lëvore mështekne dhe turf të gjallë. Nuk kishin izolim, kështu që lan tokën të mbante një temperaturë konstante ndërsa ajri si përluhatshme midis ngrirjes dhe përvëlimit. 50.000 banesa të tilla ekzistuan në Suedi në kulmin e tyre. Pothuajse të gjitha u zhdukën. Ato që mbeten janë dëshmi se strategjia më e thjeshtë e ndërtimit, përdorimi i vetë tokës si streh, i mbajti njerëzit gjallë gjatë shekujve të dimrave skandinav duke përdorur pothuajse asgjë. Historia e Bakstugor nuk është vetëm për arkitekturën ose inxhinierin termike. Është për qëndrueshmërinë njerëzore. Është për njerëzit që, të ballafaquar me pamundësinë e dukshme për të mbijetuar pa burime, gjetën një mënyrë për ta shndërruar vetë tokën në strehën e tyre. Është për njohuritë praktike të transmetuara brez pas brezi, ku çdo ndërtues mësonte nga paraardhësi se ku të gërmonte, si të orientonte hyrjen, çfarë lloj lëvoreje të përdorte, sa turf të grumbullonte. Kjo njohuri pothuajse u zhduk kur nevoja që e krijoi pushoi së ekzistuari. Por në Bakstugor e ruajtura që ende pikonin pyjet e Smland dhe fushat rreth Falkping, kjo njohuri mbetet e shkruar në gur, tokë dhe dru. Për çdo që di se ku të shikoj dhe si të interpretoj, këto struktura të heshtura tregojnë një histori mbijetese që meriton të kujtohet. Nëse keni gjetur vlerë në këtë,
Udhëtim nëpër kodrat e harruara të Suedisë, konsideroni të lini vlerësimin tuaj. Çdo shikim, çdo pëlqim, çdo koment ndihmon në nxjerrjen në dritë të historive që bota moderne i ka lënë pas. Jo sepse metodat e vjetra ishin gjithmonë më të mira, por sepse disa prej tyre ishin jashtëzakonisht efektive dhe ne harruam të pyesnim se si funksiononin para se të zhdukeshin. Nëse ka banesa të tjera të harruara, teknika të tjera ndërtimi të humbura, mënyra të tjera jete që historia pothuajse i fshiu dhe që do të dëshironi të shihni të hulumtuara, lini sugjerimin tuaj në komente. Regjistrohuni në kanal për të ndjekur hulumtimet e ardhshme. Dhe herën tjetër që do të ecni nëpër një pyll ose do të kaloni pranë një kodre të mbuluar me myshk, shikoni me më shumë vëmendje. Mund të ketë një derë të fshehur aty, duke pritur për të zbuluar sekretet e saj për çdo që di të kërkojë.